Dritat e skenës u fikën, tingujt e fundit u shuan mes duar trokitjeve, por emocionet e Tetovan 5 vazhdojnë të jetojnë. Për 25 net me radhë, Tetova nuk ishte vetëm një qytet, ishte zemra që rrihte në ritmin e muzikës shqiptare. Sheshi u mbush me mira njerëz, me mërgjimtar që shijuan pushimet me plot kuptimin e fjalës, si një ftesë që sërish të kthehen në menlindje dhe me zëra që këndonin në një frym dhe me artistë që dhuruan më shumë se një koncert, dhuruan kujtime. Por çdo spektakël ka një histori që publiku nuk e sheh. Pas perdis së madhe, larg reflektorëve, lindin emocionet më të bukura. Aty ku artistët marrin frymën e fundit para se të ngjiten në skenë, aty ku një përqafim, një buzëqeshje apo një fjalë inkurajuese vlen sa mira duar trokitje. Televizioni Koha ishte dëshmitare çdo momenti. Kamera jonë nuk ndoqi vetëm koncertet, por edhe zemrën e festivalit. Ishim pranë artistëve në çastet e tyre më njerëzore. Regjistruam emocionet, pritjet, gëzimin dhe rrëfimet ekskluzive të emrave që sot shkëlqejnë në skenën shqiptare. Pas çdo fotografie që emocionoi, pas çdo interviste që preku zemrat dhe pas çdo transmetimi që solli atmosferën e Tetovan Fest në shtëpitë e mira të teleshikuesve, qëndronte një ekip që punoi me përkushtim, pasion dhe zemër. Tetova vetë është magjike, sepse me të vërtet njerëz i ka magjik. Edhe pse nuk e... Stop! E ka me mu? E ki me mu? Jo. Jo, se ka me mu, jo. Me kamerën. Mesazh që kisha jove që kisha përshëndet shumë, edhe i du shumë krejt. Tetova jeni më të mirë. Tetova ju dua shumë. Arbeni ishte zëri që rrepeu historinë e festivalit. Agoni, Fisniku dhe Enesi kapën me kamerat e tyre çdo emocion, çdo buzëqeshje dhe çdo dorëtrokitje. Bujari me kamerën Ronin ishte gjithmonë aty ku ndodhte momenti më i rëndësishëm. Bleroni me pamjet spektakolare nga krani dhe Okani me fluturimet e dronit mbi Tetovë i dhanë festivalit një dimension tjetër, duke e shndruar çdo natë në një kujtim të paharrueshëm. Në Prapavi, Veroni punoi pa u ndalur në montazh, duke i kthyer qindra orë material në histori që prekon publiku. Ndërsa në regji, Amiri dhe Besiani koordinuan çdo detaj me profesionalizëm, duke bërë që çdo transmetim të mbërrinte te teleshikuesit me të njëjtin emocion që përjetohej në shesh. Ata nuk ishin në skenë, nuk morën dorë trokitje nga publiku, por ishin njerëzit që bën të mundur që çdo emocion, çdo tingull dhe çdo çast i Tetovan Fest të jetonte për të sheshit në ekranet e mira familjeve. Sepse spektakli nuk ndërtohet vetëm nga artistët, ai ndërtohet edhe nga ata që punojnë në heshje pas kamerës me një mision të vetëm, ta sjellin emocionin sa më afër zemrës së çdo teleshikuesi. Çdo intervistë ishte një histori, çdo prapasken një kujtim, çdo buzëqeshje një emocion që nuk mund të shkruhet, por vetëm të përjetohet. Qindra mira shikime në platformat e televizionit Koha dëshmojnë se publiku nuk kërkon vetëm të shohë një koncert, ai dëshiron të ndjej emocionin, të njohë njeriun pas artistit dhe të jetojë çdo çast që nuk shihet nga skena. Tetovan Fest mbylli si parin e një vere të paharrueshme, por jo historinë e saj, sepse përmes objektivit të televizionit Koha këto çaste do të mbeten të gjalla, si dëshmi e një vere që bashkoi breza, zëra dhe zemra. Ky përkushtim nuk është i rastishëm. Televizioni Koha ka qenë, është dhe do të mbetet televizioni që sjell pranë teleshikuesve çdo ngjarje që ndodh në rajonin e Pollogut. Tashmë 33 vite, televizioni Koha është familjarzuar me publikun, duke sjell në çdo shtëpi ngjarje, lajme, kronika e historie. Andaj ky përkushtim në verën tetovare përbën një mozaik që është ndërtuar me vite, duke fituar besimin dhe dashurinë e publikut. Disa net mbarojnë me dorëtrokitje, të tjerat jetojnë përgjithmonë në kujtesë. Kjo ishte vera e Tetovës. Kjo ishte historia që pati privilegjin të rrëfente televizioni Koha.